Dhe në veçanti Allahu I theret krijesat e tij në pjesën e fundit të natës ku thot: Hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min ta'ibin fa'atuba alayh, hal min da'in fa'ujib lah. A ka dikush I cili po mlyp mua unë t'i jap? A ka dikush I cili kërkon falje unë ta falja ata? Allahu po thret. A ka dikush I cili don të pendohet unë t'ja pranoj pendimin? Të dashur vëllezër besimtar, njerëzit kanë nevoja të ndryshme që kërkojnë, dëshira drejt se cilave synojnë dhe ëndra që shpresojnë t'i realizojnë. I sëmuri shpreson shërim, I varfëri kërkon pasuri. Ai I cili është në gajle, në dertë dhe në sprova kërkon rrugdalje. Një ashtu ne kemi lloje të ndryshme të njerëzve, të cilët mërzia, pikëllimi, dëshpërimi, ata I kanë mbulu. Borxhet e thella, ata I kanë mundu. Dhe çdo herë ne shohim se këta grupe të njerëzve shumë herë fatkeqësisht sillen rreth e rrotull tek njerëzit duke shikuar se kush ka mundësi atyre mi ndihmu. Mirë po subhanallah, shpesh herë këta njerëz e harrojnë një derë të madhe. Një derë e cila është e hapur çdo herë. Dhe në veçanti një derë e cila është më e madhe dhe më e hapur në këtë muaj të madhërshëm, që nuk është trokitur nga ndonjë nevojtar, vetëm se Allahu I lartësuar I është përgjigjur atij. Kjo derë madhështore dhe e madhe është ashtu siç Allahu te bareke ve taala neve na I ka përshkruar në mesin e ajeteve të agjerimit, ku Allahu po thot: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nëse ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam të pyesin robërit e mi, ku jam unë jam afër, ju përgjigjem lutjeve të lutësit. Nëse ata më kërkojnë mua, unë do t'ju përgjigjem atyre. Shikone vëllezër bujarinë e Allahut, shikone mëshirën e Allahut, shikone faljen e krijuesit ton. Mirë po fatkeqësisht sa të pavëmendshëm janë krijesat e tij, sa të pavëmendshëm edhe të paaft janë robërit e tij, janë njerëz. Andaj duaja dhe lutja është ibadet dhe adhurim në vetveten e vet. Tha pejgamberi alayhi salam: "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Duaja, lutja është adhurim. Tha Allahu te bareke ve taala në një hadith kutsi, ata të cilën ai transmeton pejgamberi alayhi salam, ku thot Allahu I lartësuar: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani." Unë jam në mendimin e mirë të robit tim dhe unë jam me ta kur ai të më lutet mua. Tha pejgamberi alayhi salam: "Inna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yarudduhuma sifran khaibatayn." Allahu azza wa jall është I turpshëm. Allahu ka marrë. Allahut I vjen turp. Allahut I vjen marrë nëse një person I ngri duart e tij lart dhe e lut Allahun tabaraka wa ta'ala, Allahut I vjen turp dhe marrë që këto dy duart I kthej bosh dhe të zbrazësta. Allahut I vjen turp, po vëllezër, nëse ti e lut Allahun me sinqeritet që Allahu ty e don, mos më ta pranoj. I dashur vëlla, nëse muaji Ramazan nuk është muaji I lutjes, që ne ti kthehemi dhe ti drejtohemi Allahut te bareke ve taala, atëherë vallë kur do të jetë? Nëse muaji Ramazan nuk është muaji, nëse ne kemi mërzia, pikëllime, dëshpërime, sprova, fatkeqësi dhe jo suksese dhe dështime në jetën tonë, nëse në muaj Ramazan nuk është koha që ne t'i lutemi Allahut azza wa jall, a thu vallë vëlla I dashur besimtar, kur do të jetë? Kur do të jetë? Allahu po të thërret. Allahu po të thërret.
çdo ditë dhe çdo natë, dhe në veçanti në muaj Ramazan. Si ka mundësi Allahu, po thot pejgamberi se Allahu ko turp dhe marrë. Nëse një njeri e lut Allahun, Allahu mja kthim mbrap atij doan. I dashur vëlla, ç'thu për atë person i cili e fal namazin, ç'thu për atë person i cili sot është duke agjëru, buzët e tij janë tharë, stomaku i tij është i thatë, fyti i tij është errë, vetëm e vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut te bareke ve taala. Më thuni vëllezër, nëse ky rob i Zotit është i sinqert, si ka mundësi Allahu këtij njeriu mja kthy doat pas? Nuk ka mundësi. Andaj o robët e Zotit, ktheni Allahu te bareke ve taala. Allahu po na thret, dhe në veçanti Allahu i thret krijesat e tij në pjesën e fundit të natës ku thot: hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min ta'ibin fa'atuba alayh, hal min da'in fa'ujiba lah. A ka dikush i cili po mlyp mu, unë t'i jap? A ka dikush i cili kërkon falje, unë ta falja ata? Allahu po thret. A ka dikush i cili don të pendohet, unë t'ja pranoj pendimin? A ka dikush për juve i cili më lut mua, më kërkon mua dhe unë t'ju përgjigjem nevojës? Ky është Allahu. Ky është Allahu Azza wa Jall, krijuesi jon, bujar, fisnik, falës, mëshirues për robërit e tij. Allahu po të thret, mirë po subhanallahu sa të pavëmendshëm janë robërit